unë do e lexoja ndarës, nëse gjykojmë vetëm punën e qeverisë së Kosovës, qeverisë Kurti 2, për mua është shumë befasues ky rezultat. Sepse nëse i sheh një pjesë të madhe të sektoreve, unë sinqerisht, dhe këtë nuk e them me ndonjë revolt, sepse s'kam revolt personale në asnjë dimension, por unë nuk di ti numëroj profesionalisht cilat janë rezultatet e secilit dikaster. Dhe për mua është shumë befasuese që qytetarët nuk e kanë ndëshku, nuk e kanë shpërbly, sepse do duhej me shpërbly punën ose mos punën, sepse jam e sigurt që ata i shohin mungesat e rezultateve, sa herë shkojnë, sa herë piqojnë fëmijët në shkolla, sa herë shkojnë më marrë trajtime në spitale publike, sa herë dalin në treg edhe i shohin çmimet, është e pamundshme mos mi pa efektet e qeverisë së Kurti. Dhe ky do të ishte gjykim shumë i verbër nëse nuk do analizohej edhe parti tjera që në këtë rast me gjast të 3 parti tjera do mbesin në opozit. Dhe unë mendoj që ngritjen e Kurtit e kanë bërë pikrisht partitë opozitare. Ja kanë servu fitoren, sepse na edhe qytetari besoj që ka votu, nuk ka pa alternativ përveç Kurtit. Të 3 partitë opozitare kanë dalë në opozit, kryesisht për shkak të akuzës për korrupsion. Do thotë Kurti ka ardhur me luftën kundër korrupsion. Mbase në pjesën tjetër do i diskutojmë a ka qenë efikas apo jo, por çka kemi pa na dështimin më të madh e ka pas në aspektin programor. Unë nuk e di në një digaster, dhe flas këto me përgjithësi pak më të madhe profesionale, pasëm shëndetësinë, unë nuk di më numëru rezultatet në shëndetësi, është absolutisht situatë në vend numra që nëse kthehem edhe para 7 vjetë dhe isha raportime që ka i kom bërë në kohë ditore, absolutisht janë të ngjashme, është hemodializa e pa ta bisedu para disa jave me Blikenden, mu më duke që ndonjëherë kthehem edhe është situata e njëjtë, vetëm kanë ndrua akter, është absolutisht e njëjta histori që vazhdon dhe premtimi ka ardhur që kanë me bën ndryshe. Ato rezultate nuk janë. Por çka kemi pa te LDK-s, ka patur më shumë buxhet, pikërisht dhe kjo do duhej ta bënte ndëshkimin më të madh, jo shpërblim, nuk do duhej të shpërblej. Por nëse shohim çka kanë ofruar, për çka kanë fol PDK-ja, LDK-ja edhe AK-ja. Këto 4 vjet, 5 vjet. Për temat të cilat janë ngrit në rrjetet sociale dhe ata kanë tentu, ata nuk kanë temë origjinale, s'ka pas asnjëna pikë këtyre e partive temë origjinale. Për mua për shembull ka qenë po kthejna shpesh të shëndetësia dhe kërkoj falje, po ndihem me sigurt sepse kam punuar gjatë në atë fushë. Ministri Vitia nuk ka dalë që 3 vjet në as në konferencë. Nashta në konferencë për insulina ka qenë dikun rreth 1 vjet e gjys, por në media nuk ka dalë në intervistë që 3 vjet. Nuk u shku në asnjë studio televizive që 3 vjet. Pra një ministër, dhe kjo e tregon që ministri nuk ka pas interes me shtri narrativen e vet. Nuk ka pas interes ai me udhëheq narrativen. Dhe që kjo kur ministri dhe askush i Ministrisë së Shëndetësisë nuk flet për shëndetësi në publik, në situatë normale, me parti opozitare normale, do duhet të hapte rrugë që të krijojë narrativa e opozitës për dështimet e panumërta që janë në sektor, por sa konferenca i ka mbajtur opozita për këtë çështje? Asnjë. Do thotë opozita është ndi komod që ministri nuk po thot kur gjë, edhe kanë prit që qytetari në fshatra të thella në Prishtinë kudo me kuptu vetë dështimin strukturor në sektor të caktuar. Do thotë opozita është marrë vetëm me postime që s'përdojnë një qëjtë gazetarë të zërave publik. Për këtë që thua që kanë ndjekur narrativën e rrjeteve sociale, gjithsesi do ndalemi tek ajo pjesë, por Artan, ajo që po thotë Saranda e thanë edhe disa të tjerë që ky rezultat i vetëvendosjes është dhurat nga opozita, por kjo gjë nuk po u pëlqen akterëve të vetëvendosjes. Pam shumë reagime sot, thonin si është e mundur që na dhuroj opozita këtë rezultat, na dhuroj populli. Pra, konsideroj natyrshëm që është merit e tyre pse kanë këtë rezultat, besimin e popullit, besimin kaq madh popullit e jo si dështim i opozitës. Po është normale ata të pretendojnë që është rezultati i tyre pasi që e kanë marrë votën tek e fundit. Mirë, po qysh prej vitit 2021 lëvizja vetëvendosje ka funksionuar kryesisht në gabimet të partive tjera. Edhe rezultati i vitit 2021 ka ardhur si rezultat i një serie gabimesh trashanike të partive të atëhershme edhe në opozit, LDK ka qenë në opozit,
Dhe tash prej shkurtit dhe deri tash kanë qenë një sër gabimesh strategjike që i kanë kry të gjitha partitë, po ndoshta më shumë këtë rast edhe LDK, edhe me këtë ndoshta dhe shitë rezultati i tyre. Sinqerisht unë kam pritë rënje për ta, mirë po jo ka shumë. Kjo rënje ka që madhe i LDK-s, ndoshta ka qenë pak bevasi. Është pak sukses, mund ta quaj sukses deri diku PDK-n që kam rrimë mojt numri më të madh të votuesve. Megjithatë i ka minus 12.000 vota. Po mirë, thash numrin më të madh të votuesve ka arrit me mbajt përkundër disa vështirësive që i patën ata brenda për brenda, mirë po ajo dorëheqja e zotit Krasni që ja shpëtojnë në një farë forme partinë që të mos tumben ndoshta sikurse LDK. Kështu që qoftë viti 2021, qoftë tash këto zgjedhje janë detyrimisht duhet të falenderoj edhe opozitës për këtë rezultat të lëvizjes vendosje detyrimisht. Mirë po nuk është faji i lëvizjes vendosje se këta gabojnë tek e fundit. Është fakt që narrativa në këtë vend udhëhiqet që 5 vite tashmë nga zoti Kurti dhe këta tjerë janë vetëm përcjellës, nuk kanë arrit të krijojnë asnjë alternativë. Në anën tjetër, më shumë kanë humbë kohë të bëjnë garë mes një tjetër, se cili do të merë ndoshta më shumë vota, cili do të merë kryeministrin, askush nuk ka mendu për lëvizjen vendosje dhe si do të veprojnë ata. Kështu që është një problem i madh i opozitës këtë rast, duke marrë parasysh edhe atë ndarjen që kanë këta brenda. Unë kam thënë disa herë që nëse këta dëshirojnë të krijojnë një alternativë ndaj zotit Kurti, atëherë këta duhet bashkuar dhe duhet të zgjedhin një figurë që do të mund të portretizojë si një alternativë e mundshme. Atëherë do merr të kuptim krejt tjetër komplet skena politike. Po atë kuptim e ka. Zoti Kurti i trajton njëjtë. Këta pe përcjellin zotin Kurti dhe ashtu, do thotë nëse dëshironi që të bëni opozitë. Pra thoni që zoti Kurti është ai që po e çon skenën politike drejt dy partive, dy bloqeve. Po jo detyrimisht vetëm zoti Kurti, mirë po thash, veprimet të tyre, 3 partive tjera, në një anë kanë thënë jemi bashkuar kundër zotit Kurti, në anën tjetër kanë vepruar ndaras kundër njëra tjetrës në raste. Ose kemi pa ndoshta edhe debate, është çaj ai debati i famshëm i nënkrytarëve ku ndoshta përfaqësuesi i AK-s më shumë brengosej ta mbroj LDK-n se sa të flet për partinë e tij. Do thotë çat shumë pa të shku ky niveli saqë dukej që ishin 2 kampe, nëse jeni 2 kampe, atëherë s'pa ku bashkoheni bashkë dhe krijoni një alternativë. Në anën tjetër, nuk mund të mi ofroni 3 alternativa ndryshme kundër një alternative të madhe, edhe asnjëra s'fiton. Është shumë normale, është gabim strategjik. Gabim strategjik ka qenë edhe fakti që janë tërheq nga mundësia për krijimin e qeverisë që është në prill. Këta në prill kanë pas mundësi të krijojnë një qeveri të opozitës, ta dërgojnë në opozitë zotin Kurti. Pastaj kanë pas mundësi të votojnë edhe zotin Konjufca për kryeministër. Prap të arëzojnë zotin Kurti, vjen një kryeministër tjetër, e të i kalën edhe fazën që ata quajshin fazë kritike kur vjen diaspora ne humbim, voto